Në kuadër të ditës botërore të shëndetit mendor, mjekët dhe specialistët rikujtojnë rëndësinë e kujdesit ndaj shëndetit mendor dhe nevojën për më shumë vëmendje ndaj kësaj fushë shpesh të lënë në hije. Sipas mjekut John Preçi, çdo vit në Shkodër trajtohen rreth 4 deri në 5.000 raste të personave me probleme të shëndetit mendor. Ai thekson se sfida më e madhe mbetet mungesa burimeve materiale, çka e vështirëson ofrimin e trajtimit të duhur për çdo pacient. Për shtetin mendor, shoqëria, institucionet, njerëzit e specializuar në këtë fushë punojnë çdo ditë të vitit. Problematikat janë gjithmonë prezente. Mungesa e burimeve të duhura materiale janë njerëzisht të pakta dhe nga viti në vit kanë shkuar duke u paksuar. Numri viteve kemi dhëna statistikore janë me 4-5.000 normalisht çdo vit, por këto janë ato që marrin shërbime periodike. Nga këto një përqindje e madhe në raste të reja, raste që vijnë nga jashtë, janë migreni, raste që atje s'ka mund të marrë shërbime edhe për shkak të mungesës dokumentacioni, atje kur vin këtu në një fazë shumë të agravoar, që kërkon ndoshta rishtrimi në spital disa herë, që jo vetëm të stabilizohet, por edhe të ndërgjegjësohet se ka një problem, i cili do të jetë i nevojshëm trajtimi afatgjatë i tyre dhe kjo e vështirëson gjithnjë më shumë punën tonë përditshme. Ndërkohë specialistët bëjnë apel për kontroll edhe ndërhyrje të hershme, pasi në disa raste pas problematikave të shëndetit mendor fshihet edhe dhuna. Kemi raste ku rastet e dhunës në familje denoncohen, smuri dhunë në mënyrë sistematike familjarët. Dhe kanë frikë të denoncohen, se thonë na ashpësohet dhe sillet e tij mund të bëhet e rrezikshëm për ta. Dhe rastet të tilla që nuk denoncohen janë të shumta në mendimin tonë. Ata që drejtohen ne me të drejtën përfshihemi në të lloj ndihme dhe i asistojnë, por kemi raste që ata ikin dhe kanë frikë nga ndërtimi i një skeme të zgjidhjes të ofrimit të ndihmës, sepse ofrimi i ndihmës nuk është vetëm në aspektin mjekësor, është edhe në aspektin e mbrojtjes fizike dhe në aspektin e ndoshta kërkimit të ndihmës policore etj. Kemi raste të shpeshta ku nga dhuna, nga smundja mendore ose njerëz që abuzojnë me alkool, me droga, dhe një komunitet i madh dhe ato që njohin vetëm moja e icebergut, pjesa e padukshme shumë e madhe. Mjeku bën apel që kujdesi për mendjen duhet të jetë ashtu si për trupin, pasi shëndeti mendor është pjesë e pandashme e mirëqenies sonë.